Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur speca të mbushura, një recetë shumë e preferuar e jona. Këto specat e fundit shijojnë më shumë, nuk e di më duket mua apo vërtet shijojnë më shumë, sidomos janë disa speca që janë të jeshilta në të errta, janë vërtet shumë të shijshme. Qëndroni me mua ta përgatisim këtë tavë bashk. Në tigan do shkojmë 2-3 lugë vaj ulliri ose vaj lule dielli, çfarëdo që përdorni ju në kuzhinën tuaj. Një qep e prerë holl, 2 patollxhan gjithashtu të prera në copa të vogla dhe 3 speca të ndara në copa. Unë i kam kombinuar jeshile dhe të kuqe, duke qenë se djali mi preferon shumë specat e kuqe dhe unë i përdor shumë në gatim. Unë kam shtuar rreth 250-300 gram mish të grirë, sigurisht që mund t'i përgatisni edhe pa mish të grirë. Masën që vendosëm në tigan do ta skuqim duke e përzier her pas here. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Vazhdojmë skuqjen e perimeve bashkë me mishin derisa të bjerë volumi i tyre. Ndërkohë që ato skuqen, unë kam pastruar 3-4 domate, me qenë se në treg ka ende domate vjeshte, janë disa domate kokërgjata që janë shumë të mira për gatim, por edhe për t'i ngrënë. Koha na ka ndihmuar dhe temperaturat gjithashtu dhe po konsumojmë perime vjeshte deri vonë. Dhe pasi masa është skuqur deri në këtë formë, do shtojmë domatet të cilat i kam pastruar dhe i kam ndarë në copa. Do vazhdojmë skuqjen derisa domatet të zbuten pak dhe më pas kam shtuar gjysmë gote ujë dhe i kam zier për pak minuta derisa të lidhen shijet. Pasi masa është gati, kam shtuar 1 gotë oriz. Unë gjithmonë e laj orizin dhe pasi e lajm e shtojmë atë, e përziem ashtu siç është tigani mbi sobën e nxehtë. Vazhdojmë përzierjen, ndërkohë do shtojmë erëzat. Unë kam shtuar krip, rigon dhe specë të kuq. Me specat e mbushura shkon shumë edhe nene xhiku, por mua nuk ma preferon djali dhe kur përgatis specat të mbushura nuk i vendos, por si erës shkon shumë me specat. Kështu që nëse e preferoni, mund ta shtoni atë në recetë. Masa është gati, specat i kam hequr bishtin dhe i kam pastruar edhe farat. Ja për këto speca i kisha fjalën, janë vërtet shumë të shijshme, nuk e di më pëlqejnë vetëm mua apo janë vërtet më të shijshme se sa specat e tjera. I mbushim, në fakt këto janë speca për t'i skuqur, por janë të mëdha dhe unë derisa të mbarojnë i përdor për mbushje. I mbushim kështu si tregohet në video dhe i vendosim në tavë. Unë një tjetër mënyrë që përgatis mbushjen e specave është që pjesën hapësirën mes tyre e mbush me patate, por këtë radhë kam vendosur mbushjen që përgatita duke qenë që janë perime të freskëta dhe përgatita më shumë se sa mbushja e specave dhe tepricën e vendosa në hapësirën mes tyre. Unë ka raste që i përgatis edhe me mish, por edhe pa mish. Këtë radhë im shoq i donte me mish të grirë dhe e vendosa pak sa për shije, nëse mund ta quajmë kështu. Pasi kemi shtuar masën, do vendosim ujë. Unë ujin e vendos gjithmonë në masë të bazës së orizit. Për shembull, nëse unë vendosa 1 gotë oriz, kam shtuar 3 gota ujë. Vaj ulliri pak mbi speca dhe i kam pjekur në 200 gradë. Nëse dëshironi gjatë pjekjes mund t'i rrotulloni pak specat me kujdes në mënyrë që të piqen shumë mirë në të dy anët. Nëse fura juaj e përshpejton pjekjen, mund të vendosni një letër kuzhine të cilën e lagni pak dhe i mbuloni dhe pak para se të jetë gati mund ta hiqni atë. Fura ime pjek shumë mirë dhe unë nuk e përdor asnjëherë. Pasi letër alumini unë nuk përdor në kuzhinën time. Siç e shihni, tava është gati. Nuk e di a ju pëlqen, nëse ju pëlqen, mund të lini përshtypjen tuaj në koment dhe për të më mbështetur mund të bëni like në video. Faleminderit që më ndiqni.